Unë sot do të përgatis disa bukë të vogla si mite. Do të më duhen, këtu kemi 2 gota të tilla me miell, ky është miell pa gluten. Mirë po unë kam marrë edhe 1 gotë tjetër me miell të zakonshëm. Ky është universal që përdoret në çdo lloj gatimi. Mielli tjetër është miell që përdorim zakonisht në kur bëjmë bukë edhe gjithë këto. Kemi këtu pak krip, gati 1 lugë çaji, 20 gram gjalp, 1 lugë gjelle me susam, këto janë faraliri dhe këto 1 lugë gjelle, dhe 7 gram me maja. Të gjithë përbërësit që kemi në tavë do t'i përziejmë mirë dhe do të shtojmë ujë të ngrohtë. Unë këtu kam 1 gotë dhe do t'a shohim derisa të krijohet një brum i fortë. Do të na duhet ujë. Është e mira të jetë ujë vakët. E punojmë vazhdimisht derisa zëm brumin dhe e krijojmë në këtë mënyrë brumin. Pasi e kemi bërë të tillë, do ta lëmë në një vend të ngrohtë që të na vi. Pasi e kemi lënë të pushojë brumin për 20 minuta, 30 minuta, do ta shkëputim pjesë të tilla. Do t'i shtypim pak me dorë dhe me ndihmën e 1 gote do bëjmë pite të tilla. Me prersen që presim picën, mund t'i bëjmë një prerje në mes të tillë dhe i kemi vendosur pastaj në tavën për pjekje. Kështu do të vazhdojmë deri në fund. Pasi i kemi lënë për 30 minuta dhe këto janë fryrë paksa, tani do t'i vendosim në furr për t'i pjekur. Po furri duhet të jetë i ngrohur më parë dhe do t'i fusim në 200 gradë për t'i pjekur. Dhe ja ku i kemi bukët e pjekura, i kemi pjekur në 200 gradë për 25 për 30 minuta. E vendosim.